66 vjeçar u vra me armëzjarri në qafë 6 të Sarandës. Ngjarja e rëndë ndodhi në një lokal që ishte në pronësi të viktimës Recep Ismaili, i cili ndodhej në tavolinë bashkë me persona të tjerë. Autori i dyshuar i vrasjes, Lulzim Tabaku, bashkë me persona të tjerë shkonin në lokalin në pronësi të vëllezërve Ismaili për të sqaruar një konflikt të mëparshëm. Mësohet se fillimisht autori ka debatuar me 66 vjeçarin dhe më pas janë përleshur fizikisht. Dyshohet se Recep Ismaili ka marrë një armëzjarje automatik dhe ka qelluar drejt grupit të personave me të cilët u konfliktua, por kundër përgjigjja ishte e menjëhershme. Lulzim Tabaku qelloi me një plumë në kokë Recep Ismailin, i cili ndroi jetë menjëherë në vendngjarje. Policia e Sarandës bën të ditur se i plagosur mbeti dhe një person tjetër që shoqëronte Lulzim Tabakun, autorin e dyshuar të vrasjes, por deri tani askush me plag arme nuk është paraqitur në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Bëhet e ditur se autorët shkuan në lokalin e Recep Ismailit me 2 automjete tip Audi, ku siç shihet përmes pamjeve njëra prej tyre mbeti në vendngjarje, ndërsa janë larguar me mjetin tjetër. Uniformat blu kanë sekuestruar kamerat e sigurisë të lokalit, me anë të cilave është identifikuar dhe personi që u plagos dhe vijon puna për kapjen e tij. Policia ka ngritur pika kontrolli në qafë gjatë dhe në çdo hyrje dalje të Sarandës për të rënë në gjurmët e Tabakut dhe të personave të tjerë që shkuan në lokal me të, ndërsa burime bëjnë me dije se janë shoqëruar në komisariat disa persona që ndodheshin në lokal në çastin kur ndodhi konflikti armatosur.